Gazetarët shpesh përballen me sfida serioze dhe kërcënime direkte gjatë kryerjes së detyrës në terren, madje edhe me sulme fizike apo pengesa institucionale. Megjithatë, në shumicën e rasteve, autorët e këtyre kërcënimeve apo sulmeve mbeten të pandërshkuar ose marrin dënim simbolik. Kështu del nga raporti Sfidat ligjore të personave LGBTIQ dhe gazetarëve në Kosovë i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Unë pres më shumë angazhim të sistemit të drejtësisë për t'i quar përpara rastit gazetarëve në kohë rekorde nëse është e mundshme. Në këtë tryezë diskutimit të organizuar nga IKD-ja u kërkua përmirësim edhe i gjendjes për komunitetin LGBTIQ. Nuk mundet një qytetar i Kosovës me marrë ndihmë juridike falas nëse ka manku kundrejt një institucioni publik. Kritika pati edhe për gjuhën e përdorur në kuvent, për të cilën u tha se kishte nxitur qytetarët të kërcënojnë persona nga ky komunitet. Gjatë diskutimit u bë thirrje të miratohet sa më parë plani i veprimit për këtë komunitet që është publikuar për konsultime publike që nga 24 korriku i vitit të kaluar.